Pejgamberit alayhi salatu wassalam e dërgojmë. Vazhdojmë me dersin e radhës i cili titullohet Shigjeta e cila nuk gabon. Shigjeta e cila gjithmonë cakun e qëllën. Është për qëllim ajo shigjet që i drejtohet qiellit, përmes saj besimtari synon me arrit të Zoti, edhe Allahu nuk ja refuzon. Kjo shigjet e ka emrin dua, lutje. Dietarët e Islamit na kanë mësuar se mas shumti që duhet më friksu çdo zullumçar, karshi të dobtëve, është duaja e sinqert mes robët dhe Allahit, e cila nuk ka perde. Allahu Gjellëshanuhu për me i inspiru besimtarët që me bë dua, kur ka përmend komplet faqen me ajetet e Ramazanit, në fund e ka përfundu me fjalën wa idha sa'alaka ibadi anni, e nëse të pyesin ty robët e mi për mua, thuaj unë jam afër tyre, i përgjigjem lutjeve të tyre. Nuk është rastësi se te Zoti sanet nuk bëhen rastësisht. S'është rastësi ku Allahu pasi ka përfundu dispozitat e agjerimit, e ka mbyll faqen me fjalën kur robët e mi më pyesin për mua jam afër, i pranoj lutjet e tyre. Nuk ka qenë rastësi. Për mi inspiru besimtarët që Ramazani është bashkë me dua, që fundi Ramazanit duhet më mbyll me dua. Qoftaj fundi i Ramazanit i 30 ditëshit, qoftaj fundi i çdo dite të Ramazanit. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadithin e tij të saktë ka thonë 3 raste apo 3 lloje të njerëzve nuk i refuzohet duaja. E njënën prej tyre ka përmend edhe agjeruesi kur është në sofrën e iftarit. Andaj është edukat, është traditë e pejgamberit alayhi salatu wassalam, edhe traditë e sahabëve, shokëve të tij, që kur vjen te iftari, ata nuk angazhoheshin veç me përgatitjen e iftarit. Ata nuk angazhoheshin veç sa lloj ushqimeve i kemi bë, e cilin pa në fillim e cilin pak ma vonë, çfarë lloje të ëmbëlsirave kemi bë. Nuk ka qenë angazhimi i ty në kë. Ata kanë shtruar çat sofër që ka qenë shumë modeste, se s'ka qenë qëllimi, synimi i tyre veç ushqimi. Sofër modeste, jenë ul aty disa minuta para, e kanë shtruar sofrën, e jo deri në momentin e fundit me u marrë me ushqimet. Qohet kreç shtëpia ose di pjesë antarëve të familjes, shtrat, sa vallahi l'adhim, sofrat tona është problem me gjetë vën fat në sofër ose në tavolinë. Sa e sa pjata me lloj-lloj ushqime. Edhe ki problem me gjetë e vën për me lënë një lugë ose një diçka. Selefi të parë të umetit nuk kanë vepruar kështu. Ata e kanë shtruar çat ushqim që kanë pas, një ushqim, edhe pastaj kanë bërë dua deri ka ardhur iftari. Unë po them kështu. Ata 10-15 minuta para iftarit e kanë mbyll kapitullin e vendosjes së ushqimeve në tavolinë. I kanë qitur ushqimet në tavolinë, o kry puna e ushqimeve. Pastaj ato 10-15 minutat e fundit ju kanë drejtuar Allahu Gjellëshanu me dua, të cilat nuk refuzohen. Të cilat nuk refuzohen. Thonë transmetimet, sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam i runin nevojat e tyne, çka kishin për një dua të caktuar
e runin për Ramazan. I thonin njëri tjetrit, hajtë se inshallah kur vjen Ramazani kena me bon këtë dua, kam u lut për filan punën. Edhe uleshin me sinqeritet, çdo ditë para iftarit banin dua. Edhe thot, asnjëri prej tyre kur nuk është zhgënjy. Ku qëndron dallimi mes atyne dhe neve? Te një pikë kyçe. Kretë tjerat janë dorës dytë. Ajo pika kyçe është e ka emrin el-yaqin, bindja absolute në përgjigjen e Allahit. Bindja e pathyeshme se Zoti nuk ta refuzon duan. Nuk bën me bë dua me dyshime. Nuk bën me bë dua pe provoj. S'ka të Allah pe provoj. O Zot, unë bëj dua, ti nuk ma refuzon duan. Ti s'ma refuzon duan. Ti nuk e thënë premtimin, robt e mi, kur më lutoni, më javë për tyre, i përgjigjem duave të tyne. Prandaj ju kanë pranu da të thot, Omeri, unë nuk e baj gajlen e përgjigjes së duas, unë e baj gajlen e bërjes së duas, unë e baj gajle veç me bo dua. Sepse Zoti më ka obligu mu me bo dua, a i ka thonë, unë i përgjigjem. A i ka marrë përsi për përgjigjen. Kur, ty s'të interesan. Po në duaja jote, po më interesan mu hoqë se në duaja jame, unë po du me ditë kur ka mu përgjigjë. Po, por Allahu është më i dashur për ty se sa vetja jote. Allahu është më i mëshirshëm me ty se sa vetja jote. Zoti do ty ma shumë se ti që e don vetën tone. Në momentin ti që e bën duan, dije se ai edhe nëse ta refuzon ose ta vonon, është një hajër për ty, apet për ty, jo për Zotin. Se për Zoti ka ball kur nuk mundesh me harxhu magazinat e ati të lyp. Ai nuk priton me të dhon. Ai nuk tutot pi kërkuj me të dhon. Ati nuk i vjen marrë me të thon. Ai nuk e lut kërkon me thon, ej, a ka mundësi për mja plotsu këtë dëshirë? Sa ajo është Zot. Ai veç thot, bëhu edhe bëhet. Puna është që ti dush me bajt gajlen e duas me bindje me bo duan. Përgjigjen me jalon Zotit kur doje ai. Qysh doje ai sepse të kthehet ty me dobi. Prandaj themi, qysh kanë thonë këtu ulemat, na bajt gajlen veç me bo dua. E nuk kemi dyshim se Zotin ai pranon duat. Cilat janë momentet më të mira të duas? E përmendëm parës, thot, është momenti i iftarit, kur ulet besimtari para iftarit, edhe e len anash pak, cilës gjell me janë gjitë parës, e cilës dytës. Edhe fillon një 10 minuta, ose 5, me i kry krejt që e ka qitë në tavolin, edhe me bo dua, Allahu Gjeleshanu në këto momente livdohet para me legve, thot shikoni rob të mi se si, kanë ardhë deri tek veni i ushqimit, është servu çdo ushqim edhe prap ta nuk hanë pa ju dhanë unë e leje. Është kjo thot, transmetimi thot është për ulje njerëzore para urdhnit hynor. Urdhni hynor është Allahu Ekber, kur t'ja nis iftare, thirr Allah i bën iftar, e për ulje njerëzore është atër kur njeriu, edhe pse është untu, është urit, edhe pse është lodh të nditën, edhe pse ka nejt pa ushqim të nditën, prap nuk ka. Ashtu i për ullur, qëndron gaditu para Zotit, nuk bën iftar. Kjo e para, e dyta thot, bëni dua, pra jemi të folë për temën shigjetat të cilat nuk gabojnë. Ato janë duat që drejtojnë rreth qiellit. E dyta thot, e vendi i mirë për dua që nuk refuzohen është sejdja, kur falesh në sejdë. Në sunet gjithsesi, në nafile po ashtu, na japim përgjigjen Allahu e di mas miri, edhe në farz bën me bë dua, edhe shqip. Masi thu subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 herë, atër bën me bë dua shqip nëse ki kohë, qoftë duke u fal vet, qoftë nëse je me imam edhe ki kohë, bën dua shqip. Pra kjo është momenti i dytë. Edhe treta në vaktin e syfyrit, apo ma konkretisht para syfyrit. Kur qosh,
Para se mullë syfër me hongër, merr abdes, mundesh mi falë 2 rekat të abdesit, ndash mos i falë, nuk është patjetër, edhe ulu bën dua. S'ka problem, 2-3 minuta. E rëndësishme është me ditë se në atë kohë është një prej 3 kohëve të mira të bërjes dua. E bani dua 2-3 minuta, pastaj ulesh edhe hanë syfyrin. Çfarë shprehje me përdor kur bën dua? Çfarë dush ti veç më konë duat e sinqerta? Qysh dush ti fjalët zgjedhë? Por nëse arrin me i kap do fjalë të përgjithshme nga suneti pejgamberit alayhi salatu wassalam, mësoj përmesh në dua që ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bën edhe ti. Por nuk kushtzohet që ti me përdor një fjalë të caktuar me mendu se veç me çat fjalën bëhet kabull duaja. Kusht në dua është sinqeriteti edhe bindja se Allahu ka me të përgjigj. Me bë me gjithë zemër. Fjalët zgjedhë ti. Prandaj njëri prej sahabëve nomad, fshatar, që s'ka ditë shumë, ka ardhur te pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe i ka një të bë dua të ndryshme Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Edhe sahabët, kjo çudit ky s'ka ditë me pa thamon e tash me filozofu se nuk duhet jam i pa edukum në këtë fjalë. Edhe ka thonë ja Resulullah, unë vallahi nuk di si ju me fol që si fjalë të mira para Allahit. Unë e di thjesht vëlla, o Zot ma fal xhenetin, vetë që kaq di. A jam në rregull? I tha pejgamberi alayhi salatu wasallam, vallahi në rregull je. Se kretë thanë ato fjalë që i thojmë e që i shumojmë rreth xhenetit jemi t'ju sjell kretë. Andaj nuk është e rëndësishme shumë çfarë shprehje zgjedh, sa është e rëndësishme aki me plot zemër, sinqeritet në zemrën tane. Pra, ka herë të munu me zgjedh një fjalë shumë të madhe, na hupim sinqeritetin. E kjo nuk duhet të ndodhë. Edhe fundit, lutuni të nderuar vëllezër për njerëzit të cilët nuk janë të pranishëm. Kur themi të pranishëm, qoftë ata që mungojnë janë larg neve, qoftë ata të cilët kanë vdek. Mos i harroni akrabat e juaj që s'janë afër jush me dua, mos i harroni. Bëni dua për ta. Edhe mos i kallzo kur që ka bë dua. Ruje fisnikrin, burr fisnik, bujar është ai që bën dua për tjetrin, edhe si kallzon kur veç në ditë kiametit kur ta merr vesh ai. Allahu akbar. Çfarë ndjesie e mirë është ajo. Edhe po ashtu luteni për të vdekurit tuaj, sepse Allahu azza wa jalla ja u dërgon ato lutje me emër mbi emër. Kush e ka thua dua, filani, fisteki, ata i kanë mbyll librat e tyre. E jona është mos me i harru akrabat tanë në varret e vet. Allahu i falt ata, na falt neve dhe na udhëzoft në rrugën e drejtë. Walhamdulillahi rabbil alamin.